çdo qytet, fshat I vogël ka në qendër një pemë rapi. Dhe rreth kësaj peme simbolike rapi, që është një orakull, që ka qenë një orakull, që parathoshte të ardhmen historikisht, atje janë marrë gjithë vendimet, atje ka zier jeta, atje janë bërë gjitha shëthemet, atje ka ndodhur rreth asaj peme ka ndodhur gjithçka, dhe nën pemë gjithnjë ka një kafene. Do me thënë rrotull pemës. Këtë e gjeni në Gjirokastër në Pazarin e Ri, këtë e gjeni tek rapi Libohovës, fatkeqësisht kafenet rreth repeve të tjerë në zonat përreth çdo fshat ka pa përjashtim një rap. Janë duke u tharë, kështu që dhe kafenet rreth tyre janë duke u braktisur. Shpresoj që të kthehen, të rikthehen në të ardhmen, sepse ajo është shpirti I fshatit. Do me thënë fshati ndërtoi rreth një gjëje të gjallë që ishte pema, jeta, kafeneja, vendi ku merreshin vendimet. Qytet, fshat I vogël ka në qendër një pemë rapi. Dhe rreth kësaj peme simbolike rapi, që është një orakull, që ka qenë një orakull, që parathoshte të ardhmen historikisht, atje janë marrë gjithë vendimet, atje ka zier jeta, atje janë bërë gjitha shëthemet, atje ka ndodhur rreth asaj peme ka ndodhur gjithçka, dhe nën pemë gjithnjë ka një kafene. Do me thënë rrotull pemës. Këtë e gjeni në Gjirokastër në Pazarin e Ri, këtë e gjeni tek rapi Libohovës, fatkeqësisht kafenet rreth repeve të tjerë në zonat përreth çdo fshat ka pa përjashtim një rap. Janë duke u tharë, kështu që dhe kafenet rreth tyre janë duke u braktisur. Shpresoj që të kthehen, të rikthehen në të ardhmen, sepse ajo është shpirti I fshatit. Do me thënë fshati ndërtoi rreth një gjëje të gjallë që ishte pema, jeta, kafeneja, vendi ku merreshin vendimet.